Partia s'është qëllim, po mjet për të luftuar për qëllimet. As fitoria në zgjedhje nuk është qëllim vetvete, por për të arritur qëllimet duhet të fitosh zgjedhjet. Fitoret nuk na duhen për të mundur të tjerët, ky nuk është sport, edhe pse ngjan shumë me sportin. Fitoret na duhen për të përmbushur misionin historik që kemi. Për të ndryshuar përgjithënjë Shqipërinë, duke zhvilluar ekonominë, garantuar drejtësinë, përmirësuar arsimin dhe shëndetësinë, forcuar sigurinë, rritur reputacionin ndërkombëtar, ta dheuton dhe bërë histori me antarësimin e vendit ton në Bashkimin Evropian brenda kësaj dekade. Kemi mësuar se për ta vënë tërësisht në funksion të këtij vendi një fitore të arritur, na duhet një punë e madhe me veten në radhë të parë. Përsëri këtë herë, po akoma më shumë se çdo herë, me ende më shumë thellësi dhe vendosmëri, duhet ta nisim nga vetja për ta ndarë mendjen si duhet mbi disa gjëra që duhen parë ndryshe, duhen kuptuar ndryshe dhe duhen bërë ndryshe. Në nivelin e udhëheqjes partisë, të grupit parlamentar, të qeverisë, padyshim dhe kur flas për nivelin e udhëheqjes, kam parasysh pikërisht këtë grup udhëheqjes që është këtu. Na duhet me dojmos një mirëkuptim i plot brenda nesh për të siguruar dhe pastaj për të siguruar popullin shqiptar, si edhe familjen e Bashkuar Evropiane, me fjalë të përputhura me veprat se ne do ta përdorim fuqinë e jashtëzakonshme të mandatit 4 në radhë parë si një fuqi të madhe vetkorrigjuese. Jemi ngjitur aq lart sa askush nuk e ka besuar. Dhe duke u përpjekur të reflektoj për pse ndesinë e kësaj ngjitje, unë besoj se mbi të gjitha kjo ka ndodhur sepse kemi arritur të nxjerrim më shumë nga vetja pas çdo fitoreje. Ne e dim si 1 dhe 1 që bëjnë 2, sa më shumë të vetkorrigjohemi ne, aq më shumë do përmirësohet Shqipëria. Do të përfitojnë shqiptarët dhe do garantohet antarësimi ynë në Bashkimin Evropian brenda kësaj dekade. Unë bashkë me disa të tjerë këtu, gjithmonë më pak, në fakt, nga kohë e vjetër, siç do thoshte Lazgushi, e kemi parë këtë familje të madhe tonën në errësirë dhe në dritë, në dëshpërim dhe në plot besim, për tokë dhe në fluturim. Dhe nuk është asesi e rastit që kur kjo parti ka qenë mirë, Shqipëria ka qenë mirë. Dhe sa më mirë ka qenë kjo parti, aq më mirë ka qenë për Shqipërinë. Ndërsa kur kjo parti s'ka qenë mirë, as Shqipëria s'ka qenë mirë. Dhe sa më mirë ka qenë kjo parti, aq më jo mirë ka qenë për Shqipërinë. Kjo është historia e të gjitha viteve të ekzistencës Partisë Socialiste. Të tjerët nuk duan ta pranojnë realitetin e fakteve. Kjo i ka bërë ata humbës kronik, ndërsa Shqipërinë e ka lënë pa një alternativë sfiduese të Partisë Socialiste. Ata janë futur prej vitesh në spiralen e një lufte absurde me faktet dhe jetojnë në një univers paralel ku Shqipëria që përparon është thjesht propagandë, shumica e shqiptarëve janë të blerë,
ndërsa ndërkombëtarët janë pothuajse të gjithë të shitur, vendin e drejton krimi, ndërsa zhvillimin e financon droga, zgjedhjet i fitojnë ata, gjithnjë më thellë, ndërsa ne i vjedhim gjithnjë më shumë. Sa më i madh bëhet e ndeku i votave mes tyre dhe nesh, aq më madhështore bëhen përmasat e universit tyre paralel. Këto ditë, universi i tyre paralel është mbushur me thas, rresh të zeza që derdhin nga do shiun e votave të vjedhura, zarfa votash që mësyn nga të katër anët si tufa zoq prej letre, lëshuar vrik nga folet e patronazhistëve tani më jo vetëm në Shqipëri, po mbar botën, trena bulgar që përshkojnë malet dhe luginat e Shqipërisë për t'i xhiruar fletë të votimit dhe shumë fishuar votat e regjimit, vargmalet mbjella me kanabis që lulëzojnë me bekimin e partisë shtet dhe me licencat imagjinare të shtetit parti, kuptohet 1 gram 1 vot, 10 deputet dhe deputete të rinj dhe treja këtu që kanë dalë nga shpellat e krimit me mandate të grabitura përmes terrorit elektoral të bandave më të rrezikshme të planetit tonë. E vërteta është që ne s'kemi asnjë zhgënjim këtu. Avazi është i njëjti, fiks siç e kemi ditur dhe siç e prisnim dhe siç e paremërova unë me precizionin e atij që tregon një film që e ka parë 10 herë. Ndërkohë ne morëm thjesht frutet e një pune të gjatë, këmbgulse, nganjëherë dërmuese, të programuar në një kalendar qysh pas fitores zgjedhjeve vendore, të zbatuar hap pas hapi, në çdo territor dhe në diasporë, përmes një volumi të jashtëzakonshëm takimesh dhe kontaktesh njerëzore, të cilat sollën dallgën e 11 majit. E rikthyer si një doruntin në një version satirik të legjendës, mbi samarin e listës mbyllur të mushkës gërmuqet partisë, Josefina e vajtonte një ditë pluralizmin me lotët rrëke mbi një grup zarfash të ardhur nga Greqia drejt Beratit, ku Partia Socialiste kishte marrë mbi 90% vota. Vdiq, thoshte, vdiq pluralizmi. Na e vran, na e prem pluralizmin. No comment, iku cofi pluralizmi. Vdiq kuku e mjera unë të mjerët ne për pluralizmin dhe lotët vu qurk. Pra, ne jemi vrasësit e pluralizmit me që vajtojca doruntin dhe i sombajtësit e saj të kënetave mediatike nuk e kanë haberin gjëkundi se si punohet politikisht, organizativisht dhe njerëzisht me diasporën. Berati është në krye të skuadrave që kanë shkëlqyer me rezultatet e përpjekjes tyre të jashtëzakonshme për t'i mobilizuar shqiptarët jashtë vendit e ata të Greqisë specifikisht për zgjedhjen 11 majit. Ne e nisëm kohë më parë. Krijuam një bord kombëtar diasporës. Dhe mblidheshim në orën 8 mëngjesit, çdo të hënë, në zume me 100 vetë, ku ndiqnim bashki për bashki ngritjen e një rrjeti vullnetarësh të Partisë Socialiste në të gjithë Greqinë dhe përtej, kudo ku shqiptarët janë. Dhe kur ne bënim këto, Josefina ishte ende në humbtirat e syrgjynit politik, duke
qëmtuar në filxhan fatin, që në fund doli fati lumë si ai i rikthimit të Dorontinës. Dhe janë 10% për ata, apo 90% për ne, në një grup zarfash që vinë nga një pikë e caktuar. Kjo varet vetëm nga sa zgjedhës janë regjistruar dhe kush i ka motivuar më shumë të regjistrohen, është shumë e thjeshtë. Të tjerat janë broçkulla, ku bën pjesë edhe regjimi ynë kriminal. Se është faji ynë që, siç thot ajo fjala popullore, kur ata qohen nga gjumi dhe thonë rrush, ne kemi mbushur koshat. Duke i filluar punën për ditën e zgjedhjeve të tjera, sapo ka rënë dielli i zgjedhjeve të kryera. Jemi ne hajdutët pse madhështorëve u mungoi gati 200.000 vota nga 4 vjet më parë. Kur nuk ishin madhështorë, po ishin ku e ku më të organizuar dhe më konkurrues, se sa këtë herë që u ofruan shqiptarëve për kryeministër një kufom ambulante me kapelen e Donald Trumpit. Dhe u premtuan një magji të madhe, si në atë lojën e fëmijëve fluturon gomari. Dhe në fund, gomari nuk fluturoi. Ne ngjitëm Partinë Socialiste në shifrën rekord të 856.318 votash, afërsisht 88.000 më shumë se në vitin 2021, duke praktikisht i 4 fishuar jashtë kufive, ato rreth 35.000 vota më pak, brenda vendit krahasuar me 2021. Por, përveç mandatit të 9 të Vlorës, që edhe për shumë pak mund ta merrnim në Shqipëri dhe e morëm fal shqiptarëve jashtë kufive, të 82 mandatet e tjera i kemi marrë këtu, ku kemi rifituar besimin e shumicës absolute, ashtu siç e parashikuan prej muajsh të gjitha, pa përjashtim, sondazhet publike. Partia Socialiste kaloi këtë herë kufirin e 50%-shit, duke u ngjitur 4 shkallë e gjysmë, nga 48.7% në 53.2%. Fal edhe një organizimi më të mirë kapilar në territor se sa çdo herë tjetër. Por, dhe këtu s'kam asnjë dyshim, edhe fal konkurrencës brendshme me tension të lartë gare shpeshherë, ku eksperienca e deputetëve aktual, energjia e prurjes të reja dhe puna e madhe këmbgulse e të gjithëve pa dallim, solli vlerën e shtuar të secilit dhe të secilës për rezultatin historik të gjithë Partisë Socialiste. Dhe këtu duhet përgëzoj posaçërisht drejtuesit dhe drejtueset e qarqeve, të cilët këtë herë, ndryshe nga çdo herë tjetër, e nisën prej shtatorit të shkuar qëmtimin e kandidaturave potenciale. Qysh në dhjetor arritën të draftojnë listat e gjëra provizore, mbi të cilat pastaj u punua për të nxjerrë formacionet përfundimtare. Dhe kur më parë, formacionet përfundimtare nuk kanë qenë më të përputhura me ambicien për rezultatin. Dhe më pasqyruese të gjitha ndjeshmërive të territorit, por edhe të objektivave dhe nevojave të partisë. Një përgëzim edhe për drejtuesen dhe për koordinatorët e platformës deputeti që duam, e cila na dha shumë dorë në identifikimin e jo pak profileve cilësore. Disa prej tyre do të jenë kuvendin e ri, ndërkohë që një sër të tjerësh që nuk fituan apo nuk u përfshin fare në formacionet përfundimtare, do t'i angazhojmë në detyrat të tjera nëse natyrisht do të jenë gatshëm për këtë.